Një paraburgosur ka humbur jetën në burgun e Reqit pasi pësoi një përkeqësim të papritur të gjendjes shëndetësore në orët e para të mëngjesit, pavarësisht ndihmës së parë dhe transportimit me urgjencë në spitalin e Koplikut, ai nuk arriti të mbijetojë. Në orët e para të mëngjesit të datës 26/6/2026 në burgun e Reqit u regjistrua një emergjencë shëndetësore. I paraburgosuri me inicialet QJ i datë lindjes 10/11/1964, i cili ishte i akomoduar në të njëjtën dhomë me të birin të burgosurin me inicialet DJ pësoi një përkeqësim të papritur të gjendjes shëndetësore, çfarë bëri të nevojshme ndërhyrjen e menjëhershme të personelit mjekësor. Personeli shëndetësor i institucionit i ofroi menjëherë ndihmën e parë dhe për shkak të rëndimit të gjendjes, u vendos transportimi i tij me urgjencë drejt spitalit të Koplikut. Gjatë transportit si dhe pas mbërritjes në urgjencën spitalore, stafi mjekësor kreu të gjitha procedurat e nevojshme, por pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme, mjekët konstatuan ndarjen e tij nga jeta. Në përputhje me procedurat ligjore, organet kompetente janë njoftuar menjëherë dhe ka nisur veprimet procedurale për dokumentimin e plotë të rastit dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve u shpreh ngushëllime të sinqerta familjes së të ndjerit dhe garanton bashkëpunim të plotë me organet e drejtësisë për zbardhjen e plotë të këtij rasti.